Sot, qielli ofron një kombinim të rrallë, një hënë pragmatike në Virgjëresh dhe një zinxhir planetësh në retrograd që krijojnë një atmosferë të ngarkuar, por jashtëzakonisht të vlefshme për ata që dinë ta lexojnë. Hëna në Virgjëresh, që hyri më 12 nëntor dhe do të qëndrojë deri më 15 nëntor, sjell një energji të prerë, analizë, përpikëri, qartësi. Nuk është një ditë që të shtyn drejt emocioneve të zjarta, është ditë që të thotë, ndalo. Shiko detajet që po janë shkalon. Me hënën në një shenjë toksore, e gjithë struktura energjike zhvendoset drejt gjërave konkrete, punëve të prapambetura, pastrimeve, sistemimeve. Vendimeve të vogla që shpesh i ke shtyr, por ajo që e bën këtë periudhë edhe më të veçantë është fakti se gjysma e qiellit është kthyer pas, Merkuri në retrograd, komunikime të prishura, të pathëna, keqkuptime që rikthehen. Jupiteri në retrograd, një rikthim të mundësitë e humbura, një rishikim i planeve të mëdha. Saturni në retrograd, leksione, përgjegjësi të vjetra që trokasim dhe kërkojnë zgjidhje. Uranusi, Neptuni dhe Plutoni në retrograd, ndryshime të mëdha të brendshme, zgjedhje shpirtërore dhe transformime që nuk mund t'ja anashkalosh. Shenjat më të prekura, jo të gjithë ndjejnë këtë klimë njësoj. Disa shenja e përthitin më drejt për drejt: Peshqit, Shigjetari, Akrepi, Virgjëresha, Binjakët, Demi. Këto shenja ndodhen në vijën e parë, sepse retrogradat prekin sektorët kryesor të jetës së tyre: para, marrëdhënie, vendime të mëdha, shëndet, fokus mendor. Virgjëresha dhe Peshqit, si boshti i detajit dhe intuitës, përjetojnë tensionin mes logjikës dhe ndjenjës. Binjakët dhe Shigjetarët, boshti i dijes dhe informacionit, mbingarkohen nga lajme, mendime, dilema të pasgjidhura, ndërsa Akrepi dhe Demi, të lidhur fort me transformimin dhe stabilitetin, ndjejnë presionin për të rregulluar atë që është shkatëruar, për të rimarrë kontrollin ose për të bërë paqen me një të kaluar që s'po hesht. Si ta lexoni këtë ditë? 1. Fokus tek detajet, jo tek dramat. Hëna në Virgjëresh t'i tregon qartë ku ke rëmujt, në shtëpi, në punë, në mendje ose në marrëdhënie. Gjëra që i ke lënë pas dore, sot dalin vetë në sipërfaqe. 2. Më shumë rend, më pak nxitim, nuk është koha e zgjedhjeve impulsive. Çdo retrograd të teston, a e ke kuptuar vërtet mësimin? Nëse jo, e rikthen sërish. 3. Rikthehu te planet e vjetra, projektet të lëna për gjysmë mund të jenë surpriza më e mirë e ditës. Retrogradat shpesh sjellin mundësi të 2, 4. Mos prit përgjigje të menjëhershme, energjitë sot i shmangen angazhimeve të qarta. Ritransmetimet emocionale janë të paqarta, ndaj lëri gjërat të ulen. 5. Kujdesi për trupin e mendjen është prioritet. Virgjëresha kërkon pastërti, jo vetëm fizike, por mendore. Uji, qetësia, rregulli, minimalizmi sot funksionojnë shërim.